Si re një gjurën? Ma sollë në shtëpi bashkëpunëtorin që punon post telegraf. Na së dhe faqe. U bën 2 muaj që nuk është zbuluar asnjë grup armiqësor. Të premten, kur të erët jemi atje. Na prit në vendin dhe në orën e zakonshme. Të falë këta podi. Alo? Këtu drejtoria e Tiranës. Më lidhni urgjent me ministrin. Po. Të premten, kur të erët jemi atje. Na prit në vendin dhe në orën e zakonshme. Të falë këta podi. Alo? Si urdhon shoku ministër? Ram në gjurmë të një grupi armiqësor. Po. Me njerë po mbledh grupi operativ. Si urdhon? Kodra si më dëgjon, jam brevi. Më në fund të spëlluam edhe 2 të tjerë. Kanal dhe Kleqenia të vicat gjoj për peshkuar. Si urdhëron. Për çdo gjë tjetër të informoj. Situatën e kemi plotësisht të do. Kush është? Elektriku. Tekniku elektrikut. Mirë dita. Rëshidi, ka qa vite. Ju jeni jati? Jo. Unë si thuash, e kam nipin e kunatit të gruas. Që është e vërteta, Altini edhe dje ka patur një incident në orën e edukimit ushtarak. Ashtu.
Si shka punë me Birazer. Në Shqipëri, aksione, punë prodhuse. Vetëm mësim nuk u bënë Shqipëri orë Birazer. Të lutem shumë. Edukimi ushtarak është i domosdoshëm për formimin e brezit të ri. Ata me të keqe Birazer. Nga sa ankohesh? Doktor, po të pyesësh njeriun e vapur sot në Shqipëri nga se ankohet? Në qoftë se keni ardhur për të vizituar, që vishuni. Në qoftë se ke ardhur, vishu. Qa bëtë, as këtu s'pas ka qumë, shtë. Hajde, hajde. Tam des pak lukë. Qa bëtë, mërë, as këtu nuk pas ka qumë, shtë. Urla? Qumë është ka sa të dush më vlaj dashën, po është organizimi keq i punës. Po sta pata me të keqa Birazer. Qumshti, erdi makina. Avaç, mani radhën një lutem, mani radhën. Mani radhën një lutem. Që të reja kemi? Jo thashëm, aparat e përgjimit të nga bëj shumë punë. Këto të nderojnë. Ti t'i gjejnë? Sjo. Këto materiale kam qizot e shpje mësusin. Natyrisht nuk kam seleksionuar. Unë do t'a thyej radion fare. Prit një, prit. Ore, kupton ti që do t'na marrë të gjithëve në qafë? Tër ditë radio buqet nga muzika italiane. Jo të bi ka shkalluar. Shpati? Si shduket, aparat e përgjimit që kemi të këshpje mësusit ka qenë me defekt. Po dhe kaj sa t'i gjuam është mjaft. Si më nuk që ka mjaft? Muzike huajnë. Prindi do t'jetë përgjegjës për edukimin e fëmijëve.
E kam vrahur për vdekje e kam vrahur. Që të reqen bëri? Ka grizur të honat e mishit për të gjithë muaj. Jo, moj. Pa mbasën gjitën. Shtë i gjite më që e hëngër të një morti e hëngër. Ka grizur copa të vogla dhe i ka hedhur nga balkoni. E mjaftë. Iku ajo pun tani. Po mëre iku. Po të honat më ku do t'i gjejmë, a? Qa do të ham tër muajnë? Bar! Stop! Qëfar thatje? Bar? Bar, Po kë përqish me ato fjallën, Po vërtet bar nuk do tani, po do tani të sa tempo. Tjetri. E more rrogën. Mi tavolin të kam lënat ka dosh rroge. Po ai që të premtoj se do të gjente një pako kafe? Pse më që bo kafja që u gjinga ka shkollaj? A i shkreti tha që kur të marri motorizim si familje dëshmosh, një pako do të na japin ne. Po ky muti që bo, në këtë orë gjithë të majtë janë në përshpija. Kush është në këto fotografi? Kush është fotollakja? Shoku Envermi është, si ke sytë në balë. Cili është ky? Artisti. Stop. Kthej edhe një shiritin nga fillimi. Apo Andrej? Pako kafe? Tani ta dëgjojmë çka them. Shoku Enver është muti. Ç'më sheshu? Apo do ta dëgjosh edhe një herë? Mose, pa nuk ma mbanë zemër. Unë e dije që ishte armik. Pa nuk ma merë të mendja që të arrinte deri këtu puna që të thotë për shokun e Enver. Është muti? Qatë themun? Shton nga komiteti i partisë? Shtë thonë, dy nga ta janë me përbërje shumë të mirë politike, ndërsa i treti është antar partije. Vazhdoni. Armiku në gjilin tonë është edhe mirë rrezikshëm. Sigur do. Artist. Ka mbaruar studimet e larta në Bashkimin Sovjetik. Armik i betuar i pushtetit popullor. Ka arritur deri aty sa të thotë që pushteti popullor nuk ka qumësht. Qumësht? Në vitin 1965 është rekurtuar nga agjentura sovjetike. Kjo është e vërtetuar sepse në vitin 1972 në një dasëm ka kënduar këngë rusisht Ailin Kakalin. Ailin Kakalin? Një armiku të tillë s'ka se si mos të ke shkuar ndërmend që t'i bëj atentat udhëheqësit partisë të shtetit shokut Enver Hoxha. Hoxha? Mjek në ambulancën qendrore, ka mbaruar studimet e larta në Bashkimin Sovjetik. Është vënë në shërbim të zbulimit jugoslav. Provokon pacientët që paraqesin ankesën e partisë dhe pushtetit popullor. Veprimtaria e tij armiqësore ka arritur kulmin, ku ka thënë që shoku Enver nuk ka mbaruar shkollën e lartë. Kjo dhe të tjera fakte do dalin nga etusia, tregojnë se tek ai prej kohësh ka lindur ideja për t'i bërë atentat shokut Ramis. Alia. Mësues, armik i betuar. Shkolla shqiptare janë kthyer në reparte ushtarake. Kjo është një nga shprehjet e tij të zakonshme. Është rekurtuar nga doktori në shërbim të agjenturës sovjetike. Në parakalinë e një majt, 21 vjet më parë, ka thënë
se ndërtesa e Komitetit Qendror të Partisë nuk është aq e bukur sa e kryeministrisë, që është ndërtuar në kohën e Italisë fashiste. Fashiste? Kjo do të thotë hapur se ati ka lindur ideja për të dhënë erë ndërtesën e Komitetit Qendror të Partisë. Komiteti Qendror të Partisë? Mjaft! Ta arrestojmë me njërë. Na duhet sa flet arresti. Po ka një javë që e mbaruar. O s'prish punë, marrun prapë te prokurori. Hyrë. Na duhen urgjent një 4 flet arresti. Ti e prokuror? Që pyet për gjëra që nuk takojnë, ha? Ju e dini. Kush janë? Kush janë? Ç'pun ka prokurori me emrat? Ju e dini. Ha? Ju e dini. Ju kam dhënë 2 flet arresti më shumë. Më mirë. Si dihet me sa vetën ndër grupi. Mirë shumë. Ju e dini. Ju e dini. Kot nuk dolëm të rrugë Durrësit. Hajde duro trenin 4 orë tani. Erdhi. Ej, për ku? Por lish. Në faktën e nisëm shëngjim në zonë peshk. Që keni me fat? Edhe unë për atë jam nisë. Ka në grupën e gjerimit të. Hajde iku. Vete që derë, a që këshpejt, lutet. Vete të kalami dhe. Dule derën. Es. Radi një. Grupi operativ u nis. Ngriu shfrejnë makinë? Organet kompetente i sekuestruan 3 autorëve të grupit armiqësor Oktapodi, objektet e mëposhtme të fshehura me shumë kujdes. 2 pika. Diktatura e proletariatit zbuloi dhe asgjësoi grupin armiqësor të miqquajtur Oktapodi. Të armiqtë të betuar të pushtetit popullor kanë pohuar me gojën e tyre përpara organeve të tutësisë se kanë bërë. Agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor, plane për të bërë atentat kundër udhëheqësit të partisë dhe të popullit, shokut Enver Hoxha, plane për të hedhur në erë ndërtesën e Komitetit Qendror të Partisë, plane për të hedhur në erë kombinatin metalurgjik të Elbasanit, plane për të helmuar popullin e qytetit të Tiranës. Ju flet Tirana, po japim revistën radiofonike të mbrëmjes. Diktatura e proletariatit zbuloi dhe asgjësoi grupin armiqësor të mbiquajtur Oktapodi. Të gënjyër bëjnë këta gjëra të allari, more.
Jam rekrutuar në vitin 1695 1965 nga agentura sovjetike. Detyra ime ishte të hidhja në erë kombinatin metallurgjik të Elbasanit. Pasi të hidhja Elmin slecohet që pasi të hidhja Elmin në depozitën e ujësjesit të Tiranës, detyra ime ishte të eliminoja fizikisht shokun Mehmet Sheu. Unë e pranoj se jam rekrutuar nga agentura jugoslave dhe më vonë nga jo sovjetike. Unë jam armik. Përveç të tjerave, pranoj se në parakalimin e një majt të vitit 1975 në ishte ngarku detyra që të vrisjem në tribun shokun Ramiz Alia. Pranoj se kam qenë agent i zbulimit sovjetik. Sa armik i rrezikshëm pas kam qenë. Ullu. 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 Sillni dhe tjetrin. Ulleni! Si u kanë trajtuar keq në etësi? I nje? Po ju, e njini? Nuk e njini kryetarin e grupit armiqësor Oktapodi? Po. Si e ke pseudonimin? Gaforia. Po ti? Oktapodi. Oktapodi jam unë, vëlla. Po, kush jam?
Çfarë detyre kishe ti si pjesëtar i grupit armiqësor Oktapodi? Mu më ishte ngarku detyra të eliminoja fizikisht shokun. Ke? Shokun e në vere kisha unë. Ti ke pasur në mizin duket. Po ti? Unë kam edhe nërë kombinatin metalurgjik të Belenës. Deshe ta ithni nërë, po nuk të lam ne. Keni drejt. Nuk e kam hedhur akoma. Po ti? Unë jam armik. Po, armik... I dim të gjitha ne. Po fol me konkretisht. Mua më ishte caktuar detyra që të zhdukja fizikisht shokun e në verë. Ja bëhën e ljamësh. E në verë në pason më në. Po mirë, mua më caktoni këtë doni, unë jam gati të vrasë. Është e vërtet që kjo thikë, arme ftohtë është gjetur në çantën tuaj? Po. Po. Ti Kërmill, kjo kutime lëndelmus është gjendur në çantën tuaj, e pranoni? Zoti jetues, e ngatruat ma keni caktuar mua kutim. E pranoni? Po si se pranoj? Kjo rovole është gjendur në çantën tuaj, e pranoni? Po ju boni punë ju? Grup i rrezikshëm pas këna qenë. I nderuar trupi gjykus, në përfundim të kësaj aktakuze do të theksonim edhe njerë se grupi i armiqësor Oktapodi është nga grupet më të rrezikshme që zbuluar nga diktatura e proletariatit gjatë 25 viteve të fundit. Shok të trupi gjykus, më lejoni tani të paraqes përpara jush provat materiale që vërtetojnë 4 sipërisht pikësinimet e grupit armiqësor Oktapodi për organizimin e kryengritjes së armatosur për përmbysjen e pushtetit ton popullor. Ja! Armët dhe materialit ishim fshehur nga grupi armiqësor Oktapodi. Me këto armë, ata deshin të hisnin herë socializmin që e ndërtuam me aq gjak e sakrifica. Të Pandeu, ç'kini për të thënë lidhur me akuzën që bëri prokurori? Zotërinj të trupit gjykus, do të gabojni rend në qoftë se do të më dënoni me pushkatim. Unë meritoj litarin e partisë time. U desh 1 vit e gjysmë hetuci për mua që të më mbushësh mendja që jam armik. Dhe një armik i rrezikshëm bile. Hetuci shkret që ka hequr me ne. Të zit e ullirit i varfëri. More na ka rraur, na ka lënë pa bukë, pa gjumë, pa ujë. E kemi detyruar të varfërin që të na thyej dhëmbët, tuart, këmbët. E pse? Vetëm se nuk pranonin që ishim armiqë. Në fakt, zotërinj të trupit gjykus, unë nuk pranoja se unë nuk e dija. Për kokë të babajt, nuk e dija. E nga ta dija unë i zjehu kur unë nuk isha për asë një gjë. Po e tu si avash, me durim, duke punuar dhe jashtë orarit, ma mbushim mendje. Me një fjalë, unë pas kam qenë agent i fshet. Po një agent kaq sekret, sa që asë vetë nuk e dija. Prandaj them që duhet jemi rrezikshëm.
Këtej i pandeur. Me qartë nuk bëhet. Mund të mos jo mush synin. Po unë jam ai që kam bosin me Leninin kur ka qenë 50 vjeqë. Kur u ktheva nga Moska, kam hudhë nerë qytetin e Kuksit, po Gradecin, qytetin Muzet Beratit dhe azilin e pleqëve Librashtit. I pandeur, për akuzën ç'keni? Me që ra fjala ke azili pleqëve, a e keni marrë tallon e mishit? Mjaft! Pandese i amë në këta. Nuk e lot keq rolin e budallajt. Unë jam rekrutu nga agentura sovjetike dhe sigurimi i mqeft i Sukthit. Një porosi kam unë. Në stërvitjet ushtarake, mos mungoni as i ditë, se si ka thonë Panajot Pano, bujësia është çështje e gjithë popullit. Rrofshin kooperativat bujësore për të mirën e traktatit Varshavës. Poshtë Mao Zeduni, rrofë Zanziberi. Në përfundim, në të tilla raste, ja u shpërblefshin. A popollimi kesh komi kava. Trupi i gjykuz të riqet për të marrë vendimin. Araje! A polis! Po qapere, ama qapere! Duhet usi la polis! Araje! A polis! Araje! A polis! A komere! A komere! Më thit kret kovari! A polis! Çfarë ke qenë për të tashuti? Ngritë burgun pesh. Qapeni, amane. Ka 3 ditë ka marruar gjyqe për keni dhe brenda, qapeni. Do ta shirtojmë edhe punën tënde. Po qapune. Javën tjetër po të kem kohë ta bisedoj me ministrin. Po qa ministre. Shoku ministër, drejtori i drejtorisë Tiranës kërkon të takohet me ju. Le ty. Ju lumt. Udhëheqja e lartë e partisë ju përgëzon për shpartallimin e grupit të armiqë Soro Ktapodi. Të roj partia. Ul. Shoku ministër, si do bëjmë atë agentin tonë që u dënua si kryetari i grupit armiqësor? Ç'nap një avaze, kupton? Ti edhe unë nuk do t'i bënim 10 vjet burg për partinë, kupton? Si nuk do t'i bënim, shoku ministër?
Në emër të popullit je arrestuar. Unë e ti nuk do t'i bënim 10 vjetë burg për partinë? 10 vjetë burg për partinë?